Këshillit Kombëtar që jeni anëtare kryesisë që jeni kandidate në mos gaboj edhe për Këshillin Kombëtar. Çfarë pritet prodhoj Kuvendi Kombëtar i ditës së sotme? Ju jeni anëtare për Këshillin Kombëtar dhe si e vlerësoni gjithë procesin e brendshëm në parti? Dgjoj, procesi i brendshëm ka qenë një proces model. Të paktën këto ditë të fundit u kaluan në kryesinë e Partisë Demokratike të gjitha ndryshimet statutore që do të ndodhin sot. Do të shohim se si do të votojë edhe Kuvendi për to. Unë personalisht e quaj Kuvendin e ndryshimit. Ky është momenti në cilën Partia Demokratike duhet bëjë atë ndryshimin e madh, jo vetëm me politika, por edhe me risorse njerëzore, me burimet njerëzore në të njëjtën kohë. Dhe mendoj që risia këtë radhë do të jetë pikërisht rinovimi, riportëritja dhe një riorganizim total i Partisë Demokratike, e cila shumë shpejt mendoj do të vi në pushtet. Është shumë e shpejt. Edi Rama tashmë është krejtësisht i plagosur dhe nuk mund të ngrihet dot më. Kështu që mendoj që do të kemi lajme të mira nga të gjitha anët, jo vetëm brenda në Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërisë, për sa i përket zhvillimeve në Shqipëri dhe Partisë Demokratike vet. Falenderoj shumë. Ju lutem gjithë të mirë. Atëherë ishte Edith Harxhi, anëtare kryesisë Partisë Demokratike, kandidate për anëtare të Këshillit